Duket sikur fëmijët tanë rriten sa hap e mbyll syt. A e keni të vështirë të kaloni nga kontrolli që keni patur mbi ta kur kanë qenë të vegjël në trajtimin e tyre dhe në komunikimin me ta si të rritur? Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar disa gjëra që mund të bëni për ta patur të lehtë këtë proces. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, program që ju vjen në ndihmë me këshilla praktike për jetën e përditshme dhe inkurajim nga fjala e Perëndis. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave dhe faleminderit që jeni duke na ndjekur. Kur fëmijët janë të vegjël, nënat janë udhërofyese të çdo hapi. Vishe xhaketën, mos harro librat, ha bukën. Këto fjalë të thjeshta janë mënyra me të cilën nëna mbron, drejton dhe edukon. Por me kalimin e viteve, kur fëmijët rriten, e njëjta mënyrë komunikimi nuk funksionon më. Fëmia që dikur kërkonte drejtim, tani kërkon pavarësi, hapësirë edhe respekt për mënyrën e tij të menduarit. Dhe për shumë nëna, kjo është një periudhë sfiduese. Si ta duash me të njëjtën forcë, por ndryshe? Dhe sot ne kemi menduar të flasim pikërisht për përjetimet e një nëne që, le të themi, po përcjell fëmijën e saj nga faza e fëmijërisë apo adoleshencës në fazën e moshës së rritur. Gjëja e parë që do të shohim është ndryshimi i rolit të nënës nga drejtimi tek shoqërimi. Kur një fëmijë është i vogël, nëna është qendra e botës së tij. Ajo që di më mirë, që përcakton rregullat, që udhëzon çdo hap. Në fëmijëri, ky drejtim është i domosdoshëm. Ai krijon strukturë, siguri dhe ndjenjën e mbrojtjes. Por kur fëmia hyn në moshën e pjekurisë, nëna përballet me një tranzicion të ndërlikuar, të heqë dorë nga roli i komandueses dhe të pranojë rolin e shoqërueses. Kjo gjë kërkon pjekuri emocionale, sepse ndryshimi nuk ndodh vetëm tek fëmia, por edhe tek nëna. Ajo duhet të pranojë se fëmia nuk është më nën autoritetin e saj të përditshëm, por është një person më vete, me zgjedhje, dështime, ritme dhe mendime personale. Në vend të kontrollit, tani kërkohet besim. Në vend të komandës, kërkohet bashkëbisedim. Në këtë fazë, nëna mëson të thotë më pak bëje kështu dhe më shumë si mund të ndihmoj. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është dhe kalimi nga komandat tek bashkëbisedimi. Në fazën e adoleshencës edhe të pjekurisë, mënyra e komunikimit është gjithçka. Fjalët urdhërore si duhet ta bësh këtë ose mos më kundërshto, shpesh shkaktojnë mbyllje dhe distancë emocionale. Në vend të tyre, një komunikim i shëndetshëm kërkon pyetje që hapin zemrën edhe fjali që tregojnë respekt për mendimin e tjetrit. Më trego, si e mendon ti këtë? Do të doje ta dëgjoje edhe mendimin tim? Ose çfarë të ndihmon më shumë në këtë moment? Kjo mënyrë e re të foluri e zhvendos raportin nga pushtet në nështrim në bashkëpunim edhe mirëkuptim. Nëse më parë nëna kishte rolin e mësueses, tani ajo bëhet këshilltare, mike edhe dëgjuese e duruar. Kjo nuk do të thotë se nëna duhet të humbas autoritetin, por ta riformësojë atë përmes respektit. Fëmijët e rritur nuk kanë nevojë për urdhra, por për ndjesinë se zëri i tyre dëgjohet edhe vlerësohet. Ky lloj komunikimi ndërton ura të reja afërsie, sepse bazohet jo në detyrim, por në zgjedhjen reciproke për të qenë të lidhur. Shumë nga ju mund të pyesin, po pse është kaq e vështirë ky transformim për nënën? Për shumë nëna, të mos ndërhyshme në vendimet e fëmijës, mund të duket si mungesë dashurie, ndërkohë që në fakt është forma më e lartë e dashurisë. Dashuria që di të tërhiqet me butësi është një dashuri e pjekur, por kjo kërkon shërim të brendshëm emocional. Shërim nga ndjenja e humbjes, fëmia s'ka më nevojë për mua, shërim nga frika, mos bën gabim pa mua, dhe shërim nga faji, a kam dështuar si nën? Kjo është një pjesë thelbësore, sepse asnjë ndryshim në marrëdhënie nën-fëmijë nuk mund të ndodhë pa shërim të brendshëm emocional. Të treja dimensionet që përmendëm, humbja, frika dhe faji, janë si tre plagë që shumë nëna i mbartin në heshtje. Le të flasim pak më shumë për këto pika të rëndësishme. E para, shërimi nga ndjenja e humbjes. Fëmia s'ka më nevojë.
Kur fëmijët rriten, nënat përjetojnë një ndryshim të dukshëm të rolit të përditshëm. Fëmia nuk ka më nevojë për kujdes të vazhdueshëm, për këshilla të përditshme, për vendime që i merr nëna në vend të fëmijës. Edhe shpesh, kjo krijon një boshllëk të thellë emocional. Krijon një ndjesi humbjeje. Nëna mund të ndjejë sikur po humbet një pjesë të identitetit të saj, sepse për vite me radhë, të jesh nën ka qenë qendra e ditëve, e mendimeve dhe e dashurisë së saj. Por ju duhet të kuptoni se ky nuk është fundi i rolit tuaj si nëna, por është faza e dytë e mëmësisë, që është më e qetë, më reflektuese dhe më e thellë. Shërimi fillon kur nëna e kupton se dashuria e saj nuk matet më me varësinë e fëmijës prej saj, por me qëndrueshmërinë e lidhjes së tyre. Fëmia nuk ka nevojë më për kujdes të përditshëm, por ende ka nevojë për praninë, urtësinë dhe butësinë e saj. Ndoshta fëmia nuk ju pyet më çfarë të vesh sot, por do të vijë të kërkojë një fjalë prej jush kur jeta bëhet e vështirë. Thjesht dashuria ndryshon formë, por nuk shuhet kurrë. Pika e dytë e rëndësishme është shërimi nga frika, mos bën gabim pa mua. Kjo është ndoshta ndjenja më e përhapur, frika se fëmia i rritur nuk do të di t'ia dalë vet. Nëna e di se bota mund të jetë e ashpër, se gabimet kushtojnë, dhe kjo frikë e bën të ndërhyjë, të këshilloj pa pyetur, apo të paralajmëroj në çdo hap që fëmia e hedh. Por nën sipërfaqe qëndron mungesa e besimit, jo vetëm tek fëmia, por ndonjëherë edhe tek vetja. A e kam përgatitur mjaftueshëm? A do t'ja dal pa mua? Ky është momenti kur nëna duhet të hedh një hap besimi, jo vetëm njerëzor, por edhe frymëror, sepse në fund Zoti është kujdestari më i mirë i fëmijës. Nëna ka bërë pjesën e saj, ka mbjell, ka ujitur, ka mësuar. Tani është koha për të besuar se fara e mirë do t'i jap fryt, edhe nëse rruga s'është e përsosur. Frika nuk largohet duke kontrolluar më shumë, por duke pranuar se dashuria nuk është posedim, por liri. Në vend të ankthit mos bën gabim, nëna mund të thotë me zemër të qetë, edhe nëse bën gabim, unë do t'jem këtu dhe Zoti do të punoj për të mirën tënde përmes çdo përvoje. Ky ndryshim i vogël në mendim është çelësi i paqes së brendshme. Kur nëna mëson të mos i ruaj fëmijët nga çdo dhimbje, por t'u besojë atyre në përballjen me të, ajo çliron veten dhe i forcon ata. Dhe pika e tretë e rëndësishme në lidhje me shërimin emocional të një nëne, kur fëmia konsiderohet i rritur, është shërimi nga faji. A kam dështuar si nën? Çdo nën në një moment të jetës ja bën vetes këtë pyetje, sidomos kur e sheh se fëmia merr një rrugë që ajo se priste, kur sjelljet ndryshojnë apo kur lidhja ftohet përkohësisht. Nëna ndjen faj për gjithçka, për momentet kur ka folur me ton të lartë, për kohën që nuk kaloi me fëmijën, apo për gabimet që i duken të pakthyeshme. Por faji vazhdueshëm nuk ndërton, vetëm ngurtëson zemrën. Në vend të fajit vjen falja e butë ndaj vetes, të pranor se ke bërë më të mirën me dashurinë dhe njohurinë që kishe atëherë. Nëna nuk është e përsosur, është njeri që mëson, gabon dhe dashuron në mënyrën më të pastër që di. Shërimi nga faji kërkon ta shohësh vetveten me sytë e dashurisë, jo të gjykimit. Shpesh mënyra më e thellë për të shëruar marrëdhënien me fëmijën është të shëroni marrëdhënien me veten tuaj. Nëse nëna mund të thotë me paqe, po, kam bërë gabime, por e kam dashur me gjithë zemër, atëherë çdo peng, çdo fjalë pa thënë, çdo keq kuptim fillon të zbutet. Asnjëherë mos harroni se shërimi i brendshëm emocional nuk ndodh brenda një dite. Ai është një proces i ngadalshëm i pranimit, besimit dhe faljes. Ju duhet të kuptoni se sa herë që e çlironi veten nga humbja, frika dhe faji, ju fitoni një liri të re për të dashur më thellë dhe pa kushte. Në këtë pikë, marrëdhënia me fëmijën bëhet më e vërtet, jo më e bazuar në nevojë, por në mirënjohje dhe respekt. Atëherë ju mund të thoni, nuk kam më nevojë si dikur, por prap më do, dhe kjo mjafton. E vërteta është se kur fëmia bëhet i pavarur, nuk është fundi i rolit të nënës, por ndryshimi i mënyrës si ajo e jeton këtë rol. Ajo nuk është më komandante, siç e tham, por prani e butë që jep siguri në heshtje. Nëna që mëson të mos kontrolloj, i jep fëmijës dhuratën më të madhe, besimin se ai mund t'ja dalë vetë, dhe pikërisht atëherë ai afrohet më shumë me të, sepse nuk ndihet më nën presion, por ndihet i dashur.
Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm kur fëmia rritet është kalimi i nënës nga kontrolli tek besimi. Nëna shpesh është e tunduar t'i qëndrojë gjithmonë mbi kokë fëmijës për ta mbrojtur atë nga çdo gabim. Por dashuria e shëndetshme nuk ndalon gabimet, ajo mëson si të përballesh me to. Në vend të fjalës kujdes, mos e bëj, nëna e pjekur thot, unë jam këtu, çfarëdo që të ndodh. Ky është transformimi nga kontrolli që kufizon tek besimi që çliron. Në këtë fazë, nëna mëson të mos e përkufizojë më dashurinë me frikë, por me liri të mbështetur në dashuri. Ajo mëson të besojë tek Zoti për gjërat që s'mund t'i kontrollojë vetë dhe tek fëmia për rrugën që ka përpara. Marrëdhënia e vërtet midis nënës edhe fëmijës së rritur është një udhëtim i përbashkët rritjeje. Nëna mëson të dojë ndryshe, ndërsa fëmia mëson të kuptojë dashurinë e saj në thellësi. Është një proces që kërkon durim, falje dhe shumë besim në vetvete dhe tek njëri tjetri. Të kalosh nga urdhrat tek mirëkuptimi është si të mësosh një gjuhë të re dashurie, një gjuhë që flet më pak me fjalë, por më shumë me prani. Një gjuhë që nuk kërkon të ketë të drejtë, por të ruaj lidhjen, sepse në këtë fazë të jetës së fëmijës, lidhja midis nënës dhe fëmijës nuk matet më me bindje, por me mirëkuptim, respekt dhe dashuri të ndërsjellë. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për një temë shumë të rëndësishme për nënat, që është kalimi nga urdhrat tek mirëkuptimi, kur fëmijët kanë kaluar nga mosha e adoleshencës në moshë të rritur. Ndam në pjesën e parë të programit disa mendime apo këshilla se si ju si nëna mund ta përjetoni më lehtë këtë fazë pa u ndjerë sikur i keni humbur fëmijët tuaj. Prindrit shpesh, sidomos kur bëhen prindër për herë të parë, përjetojnë një përzierje ndjenjash, pritje, gëzim, por edhe frikë. Ata pyesin veten nëse janë gati për këtë, shqetësohen se mos ndodh diçka edhe nuk dinë si të veprojnë. Gjithashtu ata kanë frikë se do të bëjnë aq shumë gabime, sa fëmijët e tyre do dëmtohen përtej mundësisë për të rikuperuar. Kështu ata kërkojnë ndihmë, u drejtohen prindërve të tyre për mençuri, pyesin vëllezërit e motrat apo miqt që tashmë kanë fëmijë. Por a e dini se fjala e Perëndis, Bibla, është e mbushur me këshilla për prindërimin? Sigurisht, Bibla nuk është shkruar kryesisht si një udhëzues praktik për rritjen e fëmijëve, por ajo thot shumë për këtë temë. Përmes fjalëve të urta dhe tregimeve në libra të tjerë, Bibla zbulon se çfarë do të thotë të jesh një prind i perëndishëm. Ajo na tregon shembuj të shumt, disa të mirë e disa jo dhe aq të mirë. Këta shembuj të gabuar shpesh i bëjnë njerëzit të mendojnë se çdo gjë që thot Bibla për prindërimin duhet hedhur poshtë, por në fakt, këto shembuj janë aty që të na mësojnë çfarë të mos bëjmë, ashtu siç ndodh me shumicën e shembujve negativ. Një nga historitë më të njohura dhe më të diskutueshme në Bibël për prindin edhe fëmijën është ajo e Abrahamit edhe Isakut. Abrahami kishte pritur 100 vjet për të patur Isakun. Ai e donte Isakun më shumë se gjithçka. E dinte se lindja e tij ishte një dhuratë nga Zoti. Por më pas, Zoti i tha Abrahamit ta merrte Isakun dhe ta flijonte si sakrificë. Mund ta imagjinojmë Abrahamin duke thënë: "Çfarë do të bëj?" Megjithatë, Abrahami kishte besim të plot në mirësinë dhe në kujdesin e Perëndisë dhe u nis bashkë me djalin e tij, për në vendin që Zoti i tregoi. Edhe ai nuk u zgënjye. Zoti e ndaloi Abrahamin para se ai të sakrifikonte djalin. Është e rëndësishme të kuptojmë se thelbi i kësaj historie nuk lidhet me rregullat e prindërimit, por me provën e besimit të Abrahamit. Edhe besimi tek Perëndia duhet të jetë një aspekt shumë i rëndësishëm në jetën e çdo prindi. Por përveç shembujve të prindërimit, Bibla ofron edhe këshilla të drejtë për drejta për prindrit. Aty gjejmë parimin e artë të prindërimit sipas modelit dhe vullnetit të Zotit. Vazhdimisht, Bibla u kërkon prindërve 3 gjëra: t'i vlerësojnë fëmijët, t'i mësojnë dhe t'i korrigjojnë ata dhe t'u japin shembullin e jetës së drejtë. Le të ndalemi tek këto 3 pika e t'i shohim një nga një. E para, vlerësoni fëmijët tuaj. Psalmi 127 vargu 3 thot: "Ja, bijt janë një trashëgimni që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Fëmijët janë mbi të gjitha një bekim, një dhuratë." Është e lehtë i shohim si bekim kur janë të vegjël, por Bibla na kujton se duhet i çmojmë edhe kur rriten, edhe kur nuk është më aq e lehtë.
ti vlerësosh fëmijët do të thotë të mos i trajtosh me ashpërsi, padrejtësi apo kritika të tepruara. Një trajtim i tillë i bën fëmijët të mbyllen e të hidhërohen. Kolosianëve 3 vargu 21 thotë: Ju etër, mos provokoni për zemërim mbi tuaj, që të mos i lëshoj zemra. Detyra jon është të sigurohemi që fëmijët tanë ndihen të dashur dhe të mbështetur. Prindërimi ka ditë të mira edhe të vështira, por sa herë që ndjeni lodhje ose zhgënjim, kujtoni një moment të ëmbël që keni përjetuar me secilin prej tyre, dhe menjëherë zemra do t'ju mbushet me falënderim. Ashtu siç thot Bibla, fëmijët janë bekim në çdo moshë dhe në çdo fazë të jetës. E dyta, mësojini dhe korrigjojeni fëmijët tuaj. Bibla nuk na thotë të jemi prindër pasiv, përkundrazi, ajo na kujton se duhet t'i mësojmë dhe t'i udhëheqim fëmijët tanë me dashuri. Pas dhënies së ligjit për izraelitët, Perëndia thotë tek ligji i Përtërir, kapitulli 6, vargu 7, dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do t'u angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Prindrit janë thirrur të mësojnë të fëmijëve të tyre jetën e drejtë të perëndishme, që ata ta marrin këtë si udhëzim për gjithë jetën. Fjalët e urta, kapitulli 22, vargu 6, thotë: Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Kjo nën kupton disiplinë me dashuri, jo me zemërim. Bibla na kujton se edhe Perëndia na disiplinon nga dashuria që ka për ne. Hebrejve 12, vargjet 5 dhe 6, thot: Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Disiplina e drejtë i ndihmon fëmijët të mësojnë përgjegjësi dhe drejtësi, por ajo duhet të vijë nga dashuria, jo nga zemërimi. Ne i korrigjojmë fëmijët tanë për t'i ndihmuar të rriten dhe jo për të shkarkuar emocionet tona negative. Mësimi i fëmijëve sipas rrugëve të Perëndis duhet jetë përparësi për çdo prind. E treta, jetoni si shembull për fëmijët tuaj. Bibla na kujton se ne duhet të jemi një shembull i asaj që duam të shohim tek fëmijët tanë. Titit, kapitulli 2, vargu 7, thot: Nxiti gjithashtu të rinjt që të jenë të matur, duke nxjerrë në çdo gjë veten tënde si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim pastërti, dinjitet, paprishmëri, një e folur e shëndosh e të pashortueshme. Nëse nuk jetojmë ashtu siç predikojmë, fjalët tona e humbasin vlerën e tyre. Fëmijët mësojnë nga ajo që shohin, jo vetëm nga ajo që dëgjojnë. Nëse fëmia sheh në familje se babai e respekton dhe e nderon gruan e tij edhe anasjelltas, ai do të jetojë sipas këtij modeli kur të rritet. E vërteta është e thjeshtë. Jeto ashtu siç do që të jetojë fëmia yt. Ai do të jetë produkt i asaj që shet tek ti. Edhe pse Perëndia na ka dhënë mençuri për prindërimin, të gjithë dështojmë her pas here. Edhe pas shumë vitesh përvoje, ne ende kemi ankth, pendes apo momente kur ndjejmë se kemi gabuar. Askush nuk është prind i përsosur, por lavdi Perëndis, ne kemi hirin e tij. Ashtu siç Ati ynë qellor na do dhe na jep hirin dhe mëshirën e tij kur gabojmë, edhe ne duhet të ofrojmë të njëjtin hir fëmijëve tanë. Kur u mbasim durimin, kur harrojmë diçka, kur jemi të mbingarkuar, Perëndia na fal, dhe kjo falje na mëson si të falim edhe ne. Prandaj, le të jetë prindërimi ynë i mbushur me dashuri, hir dhe falje, ndërsa i vlerësojmë, i mësojmë dhe u japim shembull të mirë fëmijëve tanë. Mikesha të dashura, kemi mbërritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë mjaft të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.